Bota nuk pyet se çfarë ke, po pyet se çka ke ndërtu. Këtë fjali e ka ndarë mysafirit që kemi sot në studio në një ceremoni diplomimi, për të cilën do të flasim pak më vonë si një këshill për të rinjët që po nisin një rrugtim të gjatë, me bindjen se ajo që ka ndërtojmë është ajo se çka mbetet. Në një farë forme, kjo e përmbledh edhe rrugtimin e tij profesional e jetësor. Po flasim për një sipërmarrës që për më shumë se 2 dekada ka kaluar në për industri të ndryshme, gjithmonë me një vizion të qartë për atë që do të ndërtoj dhe ku dëshiron të arrijë. Kam kënaqësinë që sot përballë me të kam Ardian Hoxha. Ardian, mirë se ke ardhur. Mirë se gjeta, faleminderit për ftesën. Është kënaqësi me pas në studio të Telegrafit, ne të njohim si sipërmarrës, si lider, ndër vite, na trego pak më shumë se çka po ndodh kohëve të fundit me Ardianin. Po, gjithmonë në kërkim të asaj se çka mundem me bë më tepër. Të ajo që e thatë në hyrje, unë gjithmonë e them që Zoti secilin prej neve e ka qenë këtë botë për me bë diçka. Arritja e parë është kur ne e kuptojmë se çka është ajo për cilën na ka thënë Zoti në këtë botë, edhe pastaj arritja e dytë është kur arrim me vepru në atë fushë, kur arrim me kriju gjana, kështu që unë vazhdimisht jam në kërkim të asaj se çka mund të bëjmë më tepër, edhe në fushë veprimtarit që i kam, do thotë mundohem me bë më tepër, po gjithmonë me pa edhe çka tjetër. Kështu që vazhdimisht jam në kërkim, vazhdimisht jam duke vepru. Sfundi nuk kemi parë shumë në media, apo ndodh diçka e re, një projekt i ri, një biznes i ri, apo e lojmë në momentat e fundit me e informu publikun. S'prish punë, realisht të thotë kam qenë pak më tepër i zonë se sa zakonisht, se normal jam shumë i zonë me disa kompani, po kam kalu realisht edhe në një ristrukturim të angazhimeve të mia, do thotë disa biznese më të vogla, disa i kam fal, partnerëve të mi, disa i kam shit, edhe tash po merrem me projekte pak më të mëdha. Normal, American School of Kosovo e kam si fëmijën e parë, do më thonë, e kam gjithmonë afër zemrës, edhe për shkak se ka qenë veprimtaria personale e parë, po edhe për shkak të rolit që e ka, për shkak të peshës që e ka për një shoqëri, për një komb, për një shtet. Pastaj edhe punë tjera. Normal, edhe me Green and Protein, jam mjaft i angazhuar, kemi tash shtrirje në 7 shtete, diku 5-16 pika, edhe janë disa tjera që janë në hapje e sipër. Pastaj edhe me Albafone Sim që që kemi shtrirje në 186 shtete, klient prej 186 shteteve, edhe një platformë të re që jam duke e zhvillu, që do jetë po ashtu e përmasave globale, po nuk do ta përmend sot kur t'i vi radha, edhe sfundmi edhe me projekte të infrastrukturës, të thotë kemi 6 projekte aktive në Kosovë, Shqipëri, Maltëzi dhe Maqedoni, tu fillu nga një segment rrugor që është Berona Rozhaj, pastaj një impjant i trajtimit të ujrave të zeza në Mojkovac, një urë e vogël në Shqipëri, një impjant i trajtimit të ujrave të zeza në Maqedoninë, Tetov, një riparim i një digës në Mavrov, Maqedoni, edhe një fabrikë ujit pishëm për rajonin e Vitis. Kështu që projekte shumë të mëdha, edhe për atë arsye edhe kam qenë më pak kështu i angazhuar me aktivitetet që i bëjsha më herët për me nda atë dijen time, eksperiencën time, mësimet e mia që i kam marrë gjatë krejt rrugtimit si përmarrës. Kështu që po do të kthehem shpejt, besoj edhe t'i ndaj, edhe pse edhe gjatë kësaj kohe që s'kam qenë shumë aktiv në këtë fushë, kam marrë shumë falënderime nga njerëz që
kanë mësu nga ato që i kam thonë ndër vite, edhe që i kanë arritë edhe ata sukseset e tyre, duke fillu nga disa që ende punojnë me rrogë, po që një rast që për 4 vite kishte mbri me ble edhe apartamentin e dytë nga këshillat që i kanë ndjek, ose tjetri që rastisht isha në këtë konferencën për startupe edhe për investitor, që është Podim, është një nga konferencat më të mëdha të rajonit tonë, të Evropës juglindore, dhe një nga Kosova, shqiptar, rastisht e takova në rrugë, edhe në ndali kështu me vetur, edhe i tregonte bashkëpunëtorëve të vet se si ka qenë 700.000 euro në borxhe, në obligime, edhe duke më përcjell, do të thotë, duke i ndjek këshillat e mia ndër vite, e kishte shly krejt atë borxh dhe tash ishte të e bë një investim 1.1 milion euro. Një rast tjetër, pastaj isha me vllon, me flakronin, edhe në parking një djalë me një Mercedes me tabele Gjermanisë thotë duke të ndjek ty, e kam hap kompaninë në Gjermani, kam 26 punëtor, edhe veç unë dala me ta më falenderit. Domethënë edhe nuk ka ndjenjë më të mirë, se unë e kuptoj që këshillat që i jap, jo secili mundet me i ndjek, se e para nevojitet një nivel i dijes, një nivel i përgatitjes, një nivel intelektual, dhe disa që s'munden me kuptu se si është ky rrugtim, që mundesh me fillu prej zeros edhe me arrit, të thotë, çdo sukses që ti ja cakton vetës, e kanë të vështirë me kuptu, edhe mendojnë që është e pamundshme, ose që po flas veç fantazi. Ardian, fole për rrugtimin tënd ndër vite, për arsyet, ndoshta motivin, edhe gjithë këto falenderimet edhe këshillat që i kanë përcjell audiencën, ose njerëzit që të përcjellin. Le të ndalemi pak historikisht, çka ju rrugtimin tuaj e përshkruat si diçka që ka zgjatë ndër vite, edhe është formuar me projekte të ndryshme. Puna juaj në industri të ndryshme, a mundesh me na tregu cila është ajo fija, le të themi, që i lidh këto industri, sepse po kalojmë nga mediat, gastronomia, arsimi e shumë të tjera që sapo i përmendët. Po, unë e kam thënë shpesh, e para, të gjitha profesionet janë të njëjta. Edhe zakonisht kur e them këta, njerëzit më thënë po si. Po është vetëm një fjalë, profesion. Çka jam me profesion, jam mjek. Çka jam me profesion, jam gazetare. Çka jam me profesion, jam kontabilist. Çka jam me profesion, jam biznesmen. Domethënë krejt janë profesione. Dhe secili profesionist në secilin fush e fillon nga zero. Edhe duke mësu se si bëhet puna në atë fush, duke ndjek pastaj qoftë shkollim, qoftë trajnime, qoftë edhe zanat, do thotë përgatitet për atë fush. Edhe normal që në secilin profesion janë ato sfidat që shkojnë lart poshtë, edhe janë ato momentet ku ne vijemi para situatës ku ose një farë mënyre ndalojmë, tërhiqemi, ose vazhdojmë. Do të thonë nuk dorëzohemi edhe kërkojmë me gjetë zgjidhje se si me te kalu atë situatë, atë problematikat që na ballafaqon. Edhe në biznes e kam pas si tezë personale, personal thesis, që të bësh biznes është e njëjtë në çdo industri. Edhe kam dashur vetës me dëshmu mas pari, pastaj edhe tjerëve, edhe më ka dalë që është e vërtetë. Domethënë që të bërit biznes është e njëjtë në çdo industri. E vetmja gjë që ndryshon është industria. A je në fushën e arsimit, a je në fushën e mjekësisë, a je në fushën e shërbimeve, a je në fushën e teknologjisë, apo në cilën fushë je. Sepse çdo kompani e ka një strukturë. Çdo kompani merret me prodhimin e atij produkti apo shërbimi, çdo kompani merret me shitje, çdo kompani duhet me bë marketing për me pas shitje më shumë, çdo kompani ka departament të kontabilitetit dhe financave, se do të ato të holla, hyrje, dalje, do thotë me i menaxhu, çdo kompani merret me çështjet e burimeve njerëzore, punëtorët, kontratat, pushimet e kështu me radhë, domethënë
logjika është e njëjtë në çdo kompani, në çdo industri. E vetmja gjë që ndryshon është industria. Njëjtë sikur te profesionet. E vetmja gjë që ndryshon te profesionet është në cilën fushë, në cilën industri je. Personalisht, kur të zhdosht me marrë vendime, ke marrë vendime në bazë të analizës së tregut apo në bazë të intuitës? Shpesh herë e dëgjojmë këtë lind sipërmarrës ose duhesh me pas si veti të një sipërmarrësi. Ku qëndron Ardiani në këtë pjesë? Shive, edhe sipërmarrja apo ndërmarrja që i themin e ndërmarrës. Në Shqipëri thënë sipërmarrës, këtu në Kosovë i themin ndërmarrës apo businessman, edhe ajo është profesion. Dhe si çdo profesion tjetër, do thotë ne duhet të mësojmë se si ta bëjmë atë punë, atë fushë, atë profesion. Dhe unë jam prej atyre që besoj që edhe lindin njerëzit, po edhe bëhen. Dhe mund të bëhen edhe nga zero. Të më thonë edhe njohurit, edhe aftësit krejt janë të mësueshme. Të më thonë krejt janë të përmirësueshme, janë të mësueshme edhe mundemi me punë, me zavendësu edhe atë mungesën e talentit. Të më nëse punojmë shumë, e zavendësojmë edhe atë mungesë të talentit që mund ta kemi për një fushë të caktuar. Edhe thuhet që 1% është talenti, 99% është puna. Se edhe nëse jemi të lindën për një punë, nëse nuk punojmë, do thotë diku ka mengesë ndoshta. Nuk arrijmë shumë. Kështu që do thotë unë besoj që na edhe lindim, po edhe bëhemi, edhe krijohemi. Unë vazhdimisht jam mundu me mësu, vazhdimisht lexoj, se njerëzit mendojnë që njerëzit lexojnë vetëm romane e kështu. Të mira janë edhe romane, se të ndihmojnë si me mendu, të ndihmojnë në imagjinat për me qenë më kreativ me i zgjidh problemet, të ndihmojnë komunikim, që komunikimi është për shembull shumë i rëndësishëm në çdo profesion. Në çdo profesion ne duhet të dimë si të komunikojmë. Në çdo profesion, në çdo kompani ka periudha ku janë më të tensionume, dhe nëse në një situatë tensionume, ku krejt kolegët janë të tensionume, edhe na mënyrë nëse si e themi një gjë, ose e bën bërlog krejt, ose e rregullon situatën, domethënë është shumë e rëndësishme. Po, unë mësoj vazhdimisht atë gjë që më nevojitet në atë moment. Domethënë vazhdimisht e shoh çfarë njohurie është më stopu në këtë moment. Çka nuk jam të ditë. Edhe shoh libra, literaturë, shoh në internet, tash edhe me këto ChatGPT, Cloud, e kështu me radhë, më thonë është lehtësu shumë më tepër. Kështu që jam vazhdimisht në kërkim të dijes, në kërkim të përmirësimit të aftësive e kështu me radhë. Dhe është si thënia, do thotë kur ne ndalojmë së lexuari e së mësuari, ne ndalojmë së zhvilluari. Do të thonë nuk zhvillohemi. Kështu që shumë njerëz, edhe unë do thotë në fillim s'kam pas qef me lexu. Edhe kur e merrsha një libër, do të thonë në faqen e parë, më hap ke goja, më zik e gjumi. Mirë po, edhe leximi është aftësi. Edhe krijohet. Fillimisht e fillon me një fjali. Tani një paragraf, një faqe, 2 faqe, 5 faqe e kështu me radhë. Edhe duhet ta dim që një libër zakonisht i ka diku 20 vite eksperiencë përvojë të autorit, 20 vite profesionale në qatë fushë. Kështu që nëse 5 libra ne i lexojmë për shitje, që të bëhemi shitës më të mirë, që të bëhemi pronar të biznesit që dim me shit qatë produkt apo shërbim që e kemi, me 5 libra na i përfitojmë 100 vite eksperiencë profesionale të shitjes. E njëjta vlen për marketing, e njëjta vlen për burime njerëzore, për financa, etj. Për psikologji, që është shumë e rëndësishme, dhe psikologjia. Pastaj ka libra tjera që janë për aftësit, për shembull për vetë disiplinë, self-discipline, që është një nga aftësit kyçe për me arrit sukses. Se do më thonë është ajo pjesa e motivimit, që motivimi luhatet gjithmonë. Po nëse kemi vetë disiplinën, edhe kur nuk jemi të motivuar, edhe kur bjen shi,
Domethënë kur s'është moti i mirë, nëse jemi të vetë disiplinuar, na punojmë. Ndoshta jo 100% rezultate, po edhe 20% në atë ditë është okej. Mjafton mos me u ndalë, mos me u dorëzu. Cila ju i përmendët gjithçka që ka mundin njerëzit edhe të rinjët tash me i mësu, me lexu, i përmendët librat, i përmendët komunikimin. Hajde të na trego anën tjetër, çka të ka mësu diçka jeta të cilën nuk e ke gjetë ndoshta në libër, edhe të ka bërë ty personalisht, po edhe profesionalisht më të përgatitur. Tashi, një pjesë e madhe e audiencës e din që kur kam qenë 14 vjeç, ma kanë zhduk babën. Edhe sot, të më thënë gati 31 vite, nuk e dim se ku i ka eshtrat, nuk ka një varë. Edhe kjo pjesa që s'ka mësu libri, do të thotë në libra nuk mundesh me i parapa momentet e vështira t'jetës. Nuk mundesh me i pa sfidat që ti sjell jeta. Do më thënë mendon gjithmonë që ka me qenë gjithçka mirë, je ambicioz, i ki ato ëndrat, qëllimet, deri sot ballafaqohesh me një fatkeqësi personale apo familjare apo të biznesit e kështu me radhë. Këto kanë qenë do të thotë ato situata që s'ka mujt me i parapas, me i mësu në libra, mirë po, masim kanë ndodhë, do të thotë normal, jemi mundu kështu njerëzisht e familjarisht me i te i kalue një farë me i ballafaqu këto momente të vështira t'jetës. Mirë po, pastaj ka dhe libra tjerë që një nga ta është Man's Search for Meaning nga Viktor Frankl, apo përkthimin në shqip është Në kërkim të kuptimit, ku autori ka qenë person që e ka përjetu holokaustin. Edhe të tregon se si duhet me mendu dhe si duhet me undje edhe në momentet më të vështira t'jetës kur na ndodhen. Dhe të tregon se si nuk kanë mbjetu ata që nuk kanë menu në atë mënyrë, edhe pastaj normal, kërkush nuk ka qef me pas momentet vështira një jetë, tragedi, po masit të ndodhin, për mës me qenë krejt jeta zi, për mës me ronë depresion, edhe një farë me të shku komplet jeta zi, tregon se si duhet mendojmë që këto momente si i japin kuptim jetës tonë. Masi e kam lexuar atë libër, jam ndje shumë më i lehtësuar, domethënë për dhimbjen e babës. Pastaj është edhe një libër tjetër i Brian Tracyt, që quhet Crunch Time, ku tregon se si duhet me usill në momentin që na ndodhen fatkeqësitë. Domethënë qoftë rasti si ky i imi, apo rastet biznesit, që i ka ndodhë familjarëve, do thot, kur ishte kriza financiare globale në 2008, që patëm fillu një projekt të ndërtimit, edhe normal, kur e fillon një pjesë është me para tua, pjesa tjetër është financim prej bankave, dhe mbas fillimit punimeve, edhe marrjes një pjesë të kredis, ndodh kriza globale, dhe banka dhe në falë se nuk mundemi ma, edhe do më thonë ty duket që ushem bota mbi ty, edhe si me vepru në atë situata, ose rasti tjetër që thot i ke shit shembull 1 milion euro mallra një kompanis, edhe e kompani ka bankrutu dhe ti nuk i merr ato pare. Qysh reagon, edhe e tregon hap pas hapi se si me vepru në kur të ndodhen problemet, sfidat, krizat më të mëdha, e para thot është mos u panikos. Se kur panikosësh, do më thonë nuk mundesh me mendu drejt. E dyta, thot merr frym thell 10 herë, që trunit me i qu oksigjen. Se nëse panikosësh, edhe nuk mundesh me marr frym mirë, do më thonë truni metet pa oksigjen. Kur truni metet pa oksigjen, kjo pjesa e neokorteksit, që është
pjesa e trurit me të cilën mendojmë, gjykojmë, analizojmë e tjerë, ajo ndalet, bllokohet, edhe aktivizohet truni i kafshës. E truni i kafshës i ka dy funksione bazë, pa e ka dhe të tretin. Dy funksionet bazë janë sulma apo ik. Si qeni, ja sulmon, me të kafshu, ja ik. Po është edhe e treta që freeze, do më thonë nalësh, hupësh shkrejt. Për çfarë arsye, do më thonë do të me marë frymë, thellë, për me i qu trunit oksigjen që me mujtë, do më thonë me rujt qetësinë. Pjesa tjetër, pastaj, thot, sado që është shumë e madhe ajo që të ka ndodhë, shumë e vështirë, thot mos u fokuso të problemi, fokuso të zgjidhjet. Do më thonë, problemi zakonisht është si një magnet shumë i fuqishëm që ta tërheq trunin, nuk të le, po na do të më përpjek me mendu të zgjidhje. Edhe krejt ide që i kemi me i shkrujt në letër. Momentin që na kujtohet një ide, tani na kujtohet edhe një zgjidhje tjetër, edhe tjetër, thu okej, ndodhe që kjo, po e kam një skicë ku mundë me... Ka mujt me ndodhe, edhe ma keq, edhe kjo. Shembull, edhe për rastin e babës. Unë e them që ai ka qenë i përndjekun prej regjimit të Serbisë, edhe ka mujt edhe ma keq, ka mujt me qenë krejt familja me një vetur edhe me na qitë prej rrugës edhe me ushu krejt familja. Po, do më thënë, gjithmonë me mendu që ka keq a ma keq, ka mujt edhe ma keq me ndodhë që një mënyre me u pajtu me atë fat, me atë realitet, se prap se prap ne shumica jemi besimtarë dhe besojmë në Zot edhe e dim që disa gjona janë në dorën e Zotit, nuk janë në dorën e njerijut, kështu që duhet me u pajtu gjithçka që vjen prej Zotit, duhet me u pajtu. Po në fund të ditës personalisht mendoj që çdo histori të ndërton edhe të bën ai që je, kështu që mendoj që edhe ky që jeni ju sot është në bazë të asaj se çfarë keni kaluar edhe ndërtuar. E kur jemi te ndërtimi, po shihet qartë që ju jeni një le të themi me pasion dhe i uritur pozitivisht për dijen. Po kalojmë pak te një ndër industritë që ju folët në fillim të kësaj interviste për American School of Kosova si një institut arsimor, edukativ, i cili tash e sa vite sjell në treg, edukon edhe përgatit fëmijë të Kosovës për punë dhe për zhvillim. Na trego Ardian misionin fillestar të këtij projekti. Fjala mision është arsyeja. Dhe më thonë, arsyeja pse është hap, arsyeja pse ekziston edhe sot, edhe pse do të ekzistojë edhe në të ardhmen. Unë arsyeja pse e kam hap American School of Kosova është e para, vetë kam qenë klasë të 5, kur në Kosovë, në fillim të viteve të 90-ta, janë bo helmimet e nxënësve, studentave. Edhe diku 8.000 nxënëse student janë helmu nga regjimi sërb, edhe sot nuk më hiqen ato skena prej mendjes, fëmit duke u dridh, duke shkumu nga goja. Pastaj është pjesa ku na i mbyllën shkollat, do të thënë në 1990 na i mbyllën shkollat. Unë kam qenë në klasë të 5 kur na ka ndodhur ajo, kemi qenë të jetu në Ferizaj, edhe sot më kujtohet ora e parë e mësimit, ku kujdestari i klasës na mësoi se si me ardh fshehtas tinës në shkollë. Edhe mënyra se qysh na tha, kemi qenë 9 vjeç, 10 vjeç, tha kur vini në shkollë, tha kshuni mrapa, edhe nëse e shihni një person mrapa 3 herë të ndryshme, tha mos hajdeni në shkollë, vazhdoni drejt. Edhe që mos me kuptu se ku po mbohet mësim. Në atë kohë do thotë u ndalu arsimi, edhe 28.000 mësues u hoqën nga puna edhe u lanë në rrugë. Edhe për fat të mirë, ai solidariteti që kemi pas si popull, njerëzit që i kishin shtëpitë më të mëdha, ja dhanë shkollave,
që me u mbajt mësimi në mënyrë të fshehtë. Një farë mënyre 8 vjetë derisa filloi lufta, krejt mësues kanë punu pa rrogë. Veç për me mbajt gjallë shpirtin e kombit, veç për më smelan një popull me ju nënshtru një regjimi. Edhe i kam përjetu, do thot, gjithmonë këto. Në anën tjetër, gjithmonë të qenë djali Remzi Hoxhës, gjithmonë kam mendu se çka mundem me bë dhe unë si individ për këtë popullin tonë. Edhe pastaj kisha fatin që isha arsimu në shkollë amerikane, fillimisht në Shkup, pastaj vitin e fundit në Amerikë, edhe e pash në vetvete se sa kisha përparu unë në krahasim me bashkëmoshatarët e mi. Edhe pastaj prap për shkak të familjes nuk vazhdova studimet në Amerikë, edhe pse kisha fitu disa bursa në disa universitete, vendosa me qenë në Turqi ma afër familjes. Normal mësimet në gjuhën angleze, një prej universitete më të mira të Turqisë, Bilgi Universiteti. Edhe kam qenë në vit 3 të shkollës kur mu dha ideja, më lindi ideja që në fakt Kosova ka nevojë për një shkollë ku do jetë shkollë e nivelit më të lartë, domethënë nga top shkollat e botës, dhe fëmijët nuk do të kenë nevojë me shku jashtë shtetit, siguron që isha në Amerikë, për me ndjek një shkollim të tillë, se unë isha para se me fillu lufta pa ta shku në Amerikë, edhe në atë kohë s'kishte as WhatsApp, as Viber, as Skype, as FaceTime. Me telefon ishte shumë shtrejt, do thot, me komuniku me familjen. Edhe një farë mënyrë e di se çka kam përjetu, në sa vështirë kam pas me qenë moshë 17 vjeçe, do thot larg familjes. Ideja është që edhe dvegjël, do thot, edhe në qerdhe të munden me ndjek një shkollim të tillë. Edhe e bona një business plan, edhe ma qoj zoti një ish drejtor timin e takova, një Amerikan, edhe thash kështu, thash jam të punu për me hap një shkollë, a don me u bashku, tha fantazi. Edhe edhe bashkarisht kemi punu, edhe kemi përgadit shkollën, e gjetëm edhe objektin, fillimisht me qira, edhe pastaj fillum e rekrutum stafin, e përgatitëm krejt ambientet, edhe në shtator të 2003-ës e fillum shkollën. Do thot, kur pata fillu me hap shkollën, kam qenë 21 vjeç, e jam dok si 15 vjeç, e derisa filloj, do thot u bona 22 vjeç, edhe në këtë mënyrë fillova, po gjithmonë e kam thënë që Kosovës i duhen 2000 njerëz të shkolluar mirë edhe të suksesshëm që Kosovën me bë si Zvicër. Deri tash diku janë 1500-1600 të diplomuar. Afër jemi, domethënë. Afër jemi, edhe jam shumë i lumtur me sukseset e të diplomuarve tonë. Se edhe tash po bëjnë gjona shumë të mira për Kosovën, po dhe heqin kompani, po krijojnë produkte inovative, po punësojnë njerëz, po paguajnë tatime, po përgatisin edhe ata kuadra të reja e kështu me radhë. Edhe në një farë mënyrë, ideja ka qenë që me një shkollë si ASK-ja, edhe ne si shqiptar, ta ndrojmë mendsinë tonë, edhe të mos mendojmë që jemi popull i vogël, të mos mendojmë që jemi njerëz të vegjël, që ne nuk mundemi me bë gjëra të mëdha për botën. E kam thënë që shumë vite që edhe ne si shqiptar, në cilën do fushë që e zgjedhim, mundemi me u bë numër 1 në botë, ambientohemi shpejt. Punojmë, po.
e ma kanë lehtësu shumë sukseset e Dua Lipës, e Rita Orës, Granit Gjoka, Gjerdan Shaqiri, Majlinda Kelmendi, Distria Krasniqi, Nora Gjakova, kështu me radhë, Geta Beqa në fushën e vet. Po edhe tash si përmarrësit si Labinot Bajrami më zgabofsha, Hello Care, që është kompani që është në rrugë për me u bë kompani me vlerë më shumë se $1 miliard, apo kompania Tajv që ka vlerë mbi $500 milion, apo tash Betim Drenica që sapo ka marrë financim diku $12 milion me vlerë të kompanisë $300 milion, që për 3 muaj priteshte me u bë $500 milion. Apo kompania Fresha me bashkëthemelues një djalë nga Kosova që veç është kompani që ka kalu $1 miliard. Do të thot, ose në Shqipëri Mira Murate që është një nga shembujt për krejt botën, jo vetëm për neve shqiptarëve. Kjo ka qenë ideja e ASK-s edhe besoj që e kemi arrit edhe jemi në rrugë të duhur, edhe prej këtëne 1500 i kemi diku 7-18 fëmijë që janë të fëmijëve që kanë qenë në ASK. Të më thonë ata e kanë mbaru shkollën në ASK, tash janë sjell fëmijët e tyre, janë diku 5-6 muaj, 17-18, që janë fëmijë të nxënësve tanë, gjenerata e dytë. Po flasim për rezultate shumë të mira, po shkurtimisht kisha kalu veç edhe një herë te fillimet e ASK si institucion. Ju vetë se thatë, motivi ka qenë aty, misioni ka qenë i qartë, edhe partnerët kanë qenë të qartë, po sa sfiduesi ka qenë me sjell një institucion të tillë në tregun e Kosovës, sidomos në periudhën që vitet e para pas luftës, ku dihet që edukimi, arsimimi, institucionet arsimore kanë qenë jo në kushtet më të mira, ndoshta. Ka qenë jashtëzakonisht jashtëzakonisht e vështirë, edhe unë tash me që ka kalu ajo kohë e them si me hajgare, mas 200 herëve që kam dasht me u dorëzu edhe me mbyll shkollën, nuk i kam numru ma. Dhe më thani vjen që ma shumë se 200 herë kam qenë para asaj situate, po në moment të fundit nuk jam dorëzu dhe jam përpjek për me te kalu atë situatë, edhe në këtë mënyrë kam vazhdu, edhe sot që flasim them shqyr që si jam dorëzu se Kosova mund të mos ta kishte një shkollë si ASK-ja, që është prej shkollave më të mira në botë, jo që e them unë, po ne jemi të akredituar nga Kognia. Kognia i akrediton diku mbi 20.000 shkolla në për botë. Është institucioni më i madh i akreditimit në botë, dhe është institucioni më rigoros, i ka kriteret më të vështira në botë. Për me qenë pjesë e listës akreditimeve. Do më dhënë si institucion. E tash ne jemi të akredituar nga ky institucion. Ne krejt punën që e bëjmë në bazë të kornizës së Kognias. Edhe çdo vit i raportojmë për punën që e bëjmë. Dhe çdo 5 vite ata vinë edhe e observojnë gjithçka. Domethënë gjithçka. Pastaj bëjnë intervista me stafin, bëjnë intervista me nxënësit, bëjnë intervista me prindërit, për me pa që ato që i raportojmë, që ato që i deklarojmë, a janë të sakta. Edhe në vlerësimin e fundit të akreditimit që i kemi pas, i kemi marrë 304 pikë, që mesatarja e notës në Kognia është 253 pikë, të më thonë jemi 304 pikë. Jemi në top 1% të shkollave të akredituara nga Kognia, që janë shkollat më të mira në botë, të më thonë në aspektin akademik, top 1%. Ne kemi ditë se kemi pas nxënës që kanë fitu bursë të plot 4 vjeçare në Harvard. Në Harvard veç me u pranu është vështirë, e lemo me marë bursë 1 vjeçare, e shumë e vështirë me marë bursë 4 vjeçare. Do më thonë, në zonë si jonë, Drin Krasniqi,
që edhe motrat e tij kanë qenë nxënëse në ASK, të dyja kanë fitu nga $160,000 bursë, e bursa e këtij është diku mbi $350,000. Do thot në garë me amerikan, me japonez, me kinez, me francez, me gjerman, me krejt botën, domethënë deli pari edhe fiton bursën e plot 4 vjeçare. Kështu që ne kemi ditë që jemi shkollë shumë e mirë në aspektin akademik, po është ndryshe kur e merr edhe vlerësimin prej jashtë, edhe domethënë të vulloset që me të vërtetë është çashtu. Por kisha bisedu pak me ty rreth bindjes së prindve, sepse ne po flasim për akreditime dhe për rezultate që ndoshta ata që e din se si është, sa vështirë është, edhe ju vetë shpjeguat për të qenë në top listën e shkollave më të mira në botë. Sa është e vështirë mi bind prindrit shqiptar që me i fu fëmijët atje? Cilat janë ato shtyllat kryesore që mbahet American School of Kosova? Gjithve ju them. Ne si prindër jemi të suksesshëm nëse fëmijët tanë kanë arrit me u bë të suksesshëm. Domethënë fëmijët janë pasqyra jonë. Domethënë edhe nëse kemi arrit që me arrit fëmijë të suksesshëm, domethënë ne kemi qenë të suksesshëm si prind, ose e kundërta. Edhe ju them prindërve, a më mirë me alon fëmijës një apartament, €50,000, €80,000, apo me shkollu edhe me përgadit për jetë, e ai me i fitu ose ajo me i fitu edhe 10 apartamente edhe 50 apartamente. Edhe logjika është shumë e thjeshtë, edhe kemi prindër, e kemi një mësus nga Peja që e ka shit apartamentin për me shkollu djalin. E kemi një oficer të FSK-s i cili e ka shit apartament për me shkollu vajzën. Domethënë se apartamentin ja le, nesër mas nesër me një etikete në futboll Barcelona, Real Madridi, edhe shkon apartamenti, po dijen, përgatitjen nuk mund të shkur me ja marr dikujt. Kështu që mendoj që si popullat jemi të vetëdijshëm për vlerën e arsimit, për fat keq politika jo nuk ka arrit me mbulu këtë zbrasi që ka shkollimi publik me shkollat private, edhe shkolla më e dopt private në Kosovë është shumë fish më e mirë se shkollat publike, për fat keq. Edhe ne si ASK mundohemi, e kemi një konferencë që quajmë Kosovo Learning Summit, ku marrim ekspert fushave të ndryshme, edhe i ftojmë diku 250 mësimdhënës të Kosovës, të krejt shkollave të Kosovës, domethënë publike, private, për me ndjek ato trajnime, sepse unë them që pa marrë parasysh është nxënës si ASK-s ajo, domethënë krejt janë fëmijët tanë, se nesër mas nesër bëhet dentist ku shkoj unë për me i trajtu dhëmbët, ose bëhet mjek ku unë shkoj në spital, ose fëmijën time çoj në spital. Kështu që krejt janë fëmijët tanë. Domethënë për fat të keq, po uroj që të punohet më shumë në atë drejtim edhe të mbyllet kjo zbrasi, edhe e përmendët një thënie nga fjalimi im kur bënëm inaugurimin e shkollës, edhe patardhë dhe ministri i arsimit asaj kohe, edhe tha, ne shkojmë në për shtetet ndryshme për me pa modele se si bëhet shkolla e mirë, të e pas modelin këtu. Edhe po unë me gjitha dhe jam optimist edhe besoj që do të vinë ditë më të mira për krejt shqiptarët. Çka e pret një fëmijë të vogël me ide edhe me ambicje të mëdha kur hyn në momentin që hyn në American School of Kosova? A jeton atë living an American dream? Shifem, sidomos për nivelet e ulta, ne plan programin e kemi quhet play-based, i bazuar në lojë. Fëmijët vazhdimisht janë të mësu, po ata mendojnë që janë të lujt. Edhe mendoj që kjo është një prej sekreteve të suksesit tonë si American School of Kosova, sepse fëmijës i hin gjak shkolla.
kam disa prind që më thënë s'po di çka po ju bëni ju fëmijëve. Domethënë fëmia me shku në shkollë me qef, me entuziazëm. Domethënë më çun mëngjes e më thon bab, mam, në shkollë. Në shkollë. Në shkollë se jemi vonu. Ose një prind tjetër që më thoshte kur halitet vajza, kur lazdrohet, i them mos se nuk çojnë në shkollë edhe tha sa nalë, domethënë marrim lavdata pafund për punën e mirë që e bëjmë. Pjesa tjetër që është e kurrikulës është libri Seven Habits of Highly Effective People nga Stephen Covey, apo shqip përkthimi 7 zakonet e njerëzve të suksesshëm, që e kemi të integruar në kurrikul, domethënë prej nxerdhe deri në shkollë të mesme, në çdo vit është në kurrikul do të integruar se si të jemi proaktiv, jo reaktiv. Do thotë si ta parandalojmë një problem apo një zjarr me qujt, e jo si të reagojmë masi të ndezët zjarri. Ose gjithmonë think win-win, të mendojmë ku krejt palët do të me fitu. Që për fat keqin politika jon e ka win-lose, do më thonë njëna do të me fitu, tjetër e me humbë. E kur është ajo logjik, do më thonë humbin krejt, edhe ai që don me mendu. Kështu. Që uroj të rritën ma shpejt që të nëzonsat tonë edhe në politikë edhe në fushat tjera me vepru edhe me bo këtë vend qashtu që meritojnë. Këtë vit e keni pas gjeneratën e 22 të diplomuarve. Në këtë momente, sa është pesha e kësaj shkolle? Ju personalisht si e ndjeni peshën? Ju vetë se e tha që po prisni që këta fëmijë me urrit edhe me pas ndikimin e tyre në shoqërinë tonë edhe në gjithë ndërtimin e vendit tonë, po ju personalisht si e ndjeni? Shifem, aty ku e kemi ndërtu kampusin e ri të shkollës në vitin 2018 ka qenë Livath. Edhe kur e vendosëm që do të ndërtohet aty kampusi, e organizum një piknik ku i ftum krejt stafin e shkollës, i ftum prindrit edhe nxënësit, edhe ideja ishte e drejtoreshës atëhershme, Miss Shannon, mbas të një filmi amerikan, The Land of Dreams, të më thonë toka e ëndrave. Edhe aty e kishim bën një fusht kështu një stadium të futbollit amerikan, e ne e bëm shkollën. Edhe kur u ndërtu shkolla, kur e bënëm inaugurimin, edhe si institucion, do thot, kur i shifsha gjithë ata njerëz, gjithë ata fëmijë, gjithë ata staf, gjithë ata prindër, thash edhe me ndru jetë që tasht, une, do më thanë jam i lumtur, do thot shkoj i lumtur në atë botë, se një farë u mbaru misioni jetës time. Po sinqerisht do thot janë shkollat të tilla që mund t'i japin kahje një kombit të tërë. Edhe njëherë e pata rastis në CNBC, ku të regonte që një shkollë mesme në Indi i ka prodhu CEO-t, drejtor të ekzekutiv të kompanive më të mëdha të Amerikës. E pata nda me stafin, thash ne do jemi kjo për Kosovë, ku njerëzit më të suksesshëm që i ka kombion, që do t'i ketë, do dalim prej kësaj shkolle. E krejt është të mendësia që janë ndrojmë, se zakonisht me shumë të drejtë, prindrit janë pengesa ma e madhe. Po flas 99.9%, se 0.1% janë ndryshe, janë që të inkurajojnë, po prindrit nga dhimbja që mos po dështon fëmia, mos po lëndohet, thot rre mos e bën këtë. Pak më stabil, do shta comfort zone. Po, ma pak me marr rreziqe. Edhe prindrit edhe familjarët zakonisht janë pengesa e parë e shumë njerëzve që arrin sukses. Po flas zakonisht, jo definitiv në krejt raste, se ka shumë familje që
vet i shtyn. Për shembull, unë fëmijët e mi edhe njoh edhe shok tjerë që i shtym. Okej, edhe në të rrëzohet, edhe në të lëndohet, po do të me provu, do të me testu. Si me mendu, do të thotë edhe çfarë mendësie me kriju, çfarë mindseti me kriju që edhe përkundër krejt pengesave që na ndodhen në jetë, domethënë na prap me vazhdu me punu, me vazhdu me u përmirësu, me u bë çdo herë më të mirë në punën që e bëjmë, çdo herë më të mirë edhe si individ, edhe qëllimet që ja qesim vetës, të thotë me i realizu. Gjanat që dojmë me i kriju, sepse nëse lexojmë për njerëzit që i kanë bë shpikjet më të mëdha në botë gjatë krejt historisë, domethënë prej veturës, e internetit, e telefonit mobil, e kompjuterit, e krejt, s'kan ekzistuar si gjana. Po, disa njerëz me krejt sfidat që i kanë pas, të thotë i kanë realizu ato. Sfida që të rinjët edhe fëmijët po përballen në ditët e sotme është ndryshimet që po ndodhin me inteligjencën artificiale. Sa është shkolla e përgatitur për këto ndryshime? Shifem, ne përpiqemi të jemi në hap me kohën. Inteligjenca artificiale ka hec shumë më shpejt se sa edhe ne që po ecim si shkollë, po jemi duke punu, do të thotë që e para të mësohemi ne se si me përdor inteligjencën artificiale, do të thotë për me na ndihmu në punë, jo për me na zavendësu si individ. Dhe në anën tjetër se si me mësu fëmijët me përdor, me mirë përdor, jo me keq përdor inteligjencën artificiale. Edhe një mënyre zakonisht kur ndodhen ndryshime të tilla, ka grupet njerëzve që janë kundër. Për shembull kur është shpik televizori, njerëzit kanë thënë që ka me prish njerëzimin, ose kur është shpik digitroni, kalkulatori, domethënë shoqata e mësimdhënësve të matematikës kanë bërë protesta. Kështu që edhe AI, një si kalkulatori, si televizori, janë mjete. Edhe më mirë është mësohemi se si t'i përdorim, se sa t'jemi kundër tyre. Edhe ne kemi fillu shumë t'a përdorim, bile tash jemi të e bë edhe një platformë që ndihmon krejt departamentet edhe të bëjnë punë më tepër, edhe disa punë t'i bëjnë këto AI agents, që krejt stafit këtë kohë më tepër për gjana hala më të rëndësishme që munden me i bë. Edhe në mësimdhënie, do thotë se si t'i përdorim inteligjencën artificiale, si mjet, edhe në nxënësa do thotë të mësohen se si ta përdoren edhe jo të ndikojnë negativisht që t'ja ndaloj mendimin kritik apo zgjidhjen e problemeve, problem solving, po si t'ju ndihmoj si të përdor si mjet ndoshta. Po, për me e bën një punë pak më shpejt ose një hulumtim me bë pak më shpejt, po prap duke e përdor logjikën, duke e përdor trunin e vet. A mendon që ka me ndiku këto ndryshimet me AI edhe në vlerësimin e nxënësve, sepse tash gjeneratat e kaluara ndoshta na jemi vlerësuar me nota, me 5, 10, çka po ndodh tash në vlerësim dhe rezultate? Tash ka disa mënyra të vlerësimit dhe kjo fillon prej klasës. Për shembull, një mësimdhënës në ASK bën edhe gjatë orës mësimit vlerësime të ndryshme, edhe ka teknika të ndryshme, ku je të e spjegu mësimin, mësimdhënësi, edhe shembull, tu e thoni fjalë, thot Alisa, edhe ti dush me vazhdu, edhe me tregu që jetu e ndjek edhe jetu e kuptu. Ose nëse se kupton, domethënë që aty ta përsërit, edhe krejt tjertë nxënësa e mësojnë qatë mësim. Ose shembull ka një njësi edhe tash për me kuptu mësimdhënësi a e kanë kuptu që ata,
ndohen në 3, 4, 5 grupe, 7, 8 grupe, edhe e bojnë një detyrë të përbashkët, pa telefona, pa laptop, iPad, pa inteligjencë artificiale, edhe bëhet ajo. Pastaj prezantohen ato dhe edhe grupi që prezanton e tregon a e ka mësu mirë ajo, po edhe të tjerë që i kanë bërë vetat e shohin ku janë. Diferencën, ndoshta, krahasimin. Ose pozitiv. bëhen projekte ku jo domosdoshmërisht janë me kompjuter, bëhen edhe projekte kështu që janë Grupore, fizike, qoftë individuale, qoftë grupore, dhe në atë mënyrë e shef. Pastaj janë edhe testet, janë quizet, domethënë janë disa mënyra që ne e shohim se apo e mëson, edhe jo veç kur vjen koha e provimit. Domethënë gjatë gjithë kohës, edhe gjatë orës mësimit, domethënë e shef se apo e kuptojnë nxënësat. Dhe kjo pjesa a e kuptojnë ajo është shumë e rëndësishme, se një nxënës që se kupton mësimin, i krijohet një shkputje. Edhe kur vjen mësimi tjetër, me këtë shkputjen nuk mundet me u ndërlidh. Edhe ai fëmijë automatikisht fillon mos me pas vëmendjen te mësimi, fillon me prish orën e mësimit, fillon me bë zhurmë, fillon me pengu tjetrin. Kështu që për çet arsye do thotë ne në çdo hap përkujdesemi që nxënësat në mos sa më të madhe me e kuptu çdo pjesë të njësisë mësimore. Cili është ndoshta për fund, sepse vazhduam pak, kemi shumë për të folur për ASK-n, po ndoshta për ta përmbyll këtë intervistë super të mirë edhe informuese, cila është ai motivi ose arsyeja, nëse mundesh me përmbledh me një fjali, çka duhet të di edhe të ketë parasysh një prind kur e sjell fëmijën në ASK? Shikoj, unë mendoj që nuk ka shkollë më të mirë në rajonin tonë që i përgatit fëmijët për profesionin që ata do ta zgjedhin. Edhe ne kemi edhe departament aty që përkujdeset pastaj në çfarë departamenti, çfarë fushë me orientu për studimet më të tjeshme, përkujdeset për me ndihmu edhe për bursa me marrë në universitetet që japin ato drejtime, që i ofrojnë ato drejtime. Pra përkujdesemi që fillimisht përgatitet në aspektin akademik, po edhe si njeri. Do thotë puna ekipore, mënyra e të menduarit, mënyra e të shprehurit, pastaj edhe ato që i kemi njerëzore, respekti e kështu me radhë. Dhe nuk ka shkollë në rajonin tonë, e them me plot bindje, që i përgatit fëmijët të bëhen individ të suksesshëm, qoftë në Kosovë apo në cilin do vend të botës. Unë kam vajzën tash, Liza, është në semestrin e fundit të universitetit, është në Zvicër në fakultet në Montreux, studion biznes edhe hoteleri, edhe zakonisht do thotë prindrit brengosën për fëmin kur shkon jashtë. E pak më shumë, edhe na shtyp pse i dojna më shumë vajzat, për vajza, po unë Lizën e du 1,000,000%, po brengën e kam 0 që ajo nuk mundet me ja dal, apo ajo nuk është e përgatitur mjaftueshëm për me jetu vet, për me studiu vet, edhe për me jetu jetën si e pavarur. Nëse mundem me marr shembull këtë rast, nëse ma lejon Lizën, cili është ai motivi që këta nxënës të suksesshëm që dalin nga ASK-ja shkojnë jashtë vendit, po çka kthen? Ose çka duhet me i kthi? Edhe pe përmbyllim me këtë, Arjan. I betohem krejt shikuesve që nuk e kemi bërë këtë bisedë, po unë në fakt i kam shkruar 3 libra, e një nga ta është Liza nga ASK, ku është roman, dhe në mënyrë e shpjegoj rrugtimin tim, po edhe të çdo të reje e triu nga Kosova, që e ndjekini rrugtim të një shkollimi të tillë, edhe qoftë me studimin në Kosovë apo jashtë, kthehen dhe bëjnë diçka edhe ata për vendin e tyre. Kështu që unë jam i bindur që secili nxënës i ASK-s e ka të mbjellën
në qenjen e vet që me pa se çka mundet me bë edhe ajo apo ai për këtë Kosovën tonë të dashur, për këtë popullin tonë shumë të mirë që kemi. E cila kalon të misioni fillestar edhe Po. përmbush edhe juaj personal. Patjetër. Ardian, faleminderit shumë për gjithë këtë bisedë. Faleminderit edhe juve. Ishte kënaqësi. Me të vërtetë u kënaqa shumë, edhe u emocionova me të thënë drejtën edhe u përmbajta mos me kajt. Kënaqësi gjithmonë edhe faleminderit për gjithë këto Faleminderit. emocione edhe informacione që ke Faleminderit, nda. faleminderit. Faleminderit.